O që e lexojmë Kur'anin, mirë për nuk e kuptojmë. Plot, shumë ndoshta. A kanë se vapën këtë rast? Në më thonë, audhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Ne lexojmë. Po ka për ative që nuk e kuptojnë, sepse nuk është në gjuhën e nënës. A ka se vapën këtë rast? Është më saktë, ne sidomos si shqiptar komunitet, edhe komunitet tjera jashtë arabëve, shumicën e raste nuk e kuptojnë, për faktin se nuk e dinë gjuhën e Kuranit që është gjuhë arabe. Ne themi ka shpërlim dhe ka sevap. Mirë po duke mos arruar, apo duke mos e preshtuar, elhamdulillah, për fat mirë, tash më në kohën tonë janë botuar të Kuranit edhe në gjuhën arabishte, po një të kohë në faqen tjetër është në gjuhën shqipe. Që mundesh me paralel ta lexosh edhe në gjuhën arabe, po të njëjtën kohë, pasi që e përfundon, lexoj përkthimin. Ne themi ka sevap dhe ka shpërblim. Hadithin para prak që e lexuan para juve, kush e lexon një shkrim nga Kurani ka shpërblimin 10. Kto nuk kupton gjuhën arabe, pa e pas kuptimin, pa e ditë qasjen, domethënien dhe konceptin. Pse? Se është origjinali. Mirë po, t'ja dimi kuptimin do t'jetë edhe më e mirë. Elhamdulillah në shafrur këto materialet edhe në gjuhën shqipe. Por faktin se atëherë ka me pas edhe shije, edhe sens leximi i Kuranit. Sa quhet ajo nëse më lejohet me nënvizu, meditimi, me reflektu leximi i Kuranit. Mos jetë vetëm thjesht lexim kështu, kalim thirruti, pa reflektu të na. E për me reflektu, dhe mos kish një farë kuptimi, një farë domethënie, t'ja lexosh atë, si me thonë, palcën, brendësinë e saj. E sot, elhamdulillah, na është dhënë kjo mundësia. Por ndryshe leximi, pa kuptim, se vap ka, mirë po, nuk na formon neve. Nuk na bën një kuadër më të mirë. Nëse më lejohet vetëm një hadith do e përmend në këtë kontekst për vlerën e meditimit edhe reflektimit Kuranit. Një ditë këtë verzion e përcjell Bilali, i ka qenë muezini i Resulullahit, e ka pas zakon dhe shprehi, kur e ka thirrën ezanin e sabaut, ka trokit tek dera e Resulullahit alayhi sallam. Se ka pas ngjitur shtëpinë e Resulullahit me xhamien. Ka trokitje ka bën me dije që të zgjohesh për sabat dhe ka thirr ezanin e sabaut. Mirë po, në atë moment për çudi ka pas duke fal namaz. Pasi që ka kryer ezanin, sërish është afruar, kur është se i dërguar Allahut duke fal namaz, po një veçanti ka qenë se ka filluar duke qajt, edhe nga qajtur të tepër, pothuajse në atë vend ku ka bë sejdë, edhe ku i ka bë ato lutjet, ato përgjerimet për Allahut, është mbush ai veni me lot duke qajtur. Pasi përfundon namazin, Bilal sërish thotë: "Ja Rasulullah, je duke qajt. Ndërsa Allah ti ka fal gjunat, edhe të kaluarat, edhe eventualisht nëse i bën të ardhmet, sikur ka dëshmë thonë, ja, kjo shumë gjunat që çon, ndërsa Allahu mo ka amnestu nga këto, e këto është e poenta, ja epilogu, ku i thotë i dërguar Allahut, o Bilal thotë, më kanë zbrit një dy ajete. Mirë për ata që ka e lexojnë, mirë po nuk meditojnë, nuk mendojnë thellë. Këto dy ajetat janë në surën Ali Imran, ku Allah i thotë në Kur'an: "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab", në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente, ka fakte, ka dëshmi, ka prova të qarta për ata që kanë intelekt dhe kanë mendje. E duhet njëri me vrit mendjen her pas here se si Allahu ka kriju qiejt dhe tokën. Klepatek, subhanallah, ka krijuar Zoti, prej kur e ka krijuar, nuk i s'ka dona fati. Dhe imagjinoje, pa shtylla, nuk ka objekt në rrezullin toksor, qoftë dhe një ndërtesë, qoftë dhe një xhami, qoftë dhe një faltore, qoftë dhe një shtëpi, çka tjetër do e mos duhet të ketë dhe një shtyllë, çka e mban. Ndërsa qielli nuk ka dhe toka. Kjo duhet të paktën më na lëviz atë ndërgjegjen e mbrëmshëm. Pastaj ndryshimi natës dhe ditës, qëre? Nuk bëhet e plasaritje në momentin e caktuar. Bëhet ndryshimi pa kurfar plasaritje. E këtë ajet, nëse lexon në gjuhën arabe, po nëse kishe ditë edhe përkthimin, kishe me pas një qasje ma ndryshe, një ndjenje ma ndryshe, ti e lexon ama kur ta kia ndjenjen e cila quhet në gjuhën arabisht duke lexuar, derisa vjen në atë nivel shpirtëror që quhet el-uns,
ajo një ndjen komunikimi i ngrohtë mes ty dhe Allahut. Dhe ndjen kënaqësi të madhe. Ma çdo se njesh Kuranit të bëhet e bajatshme. Diçka e zbehtë. Madje nuk ke dëshirë të dalësh nga leximi i Kuranit, të thikush të thirrë në telefon, nuk e vret fare mendjen, për faktin se je duke ndje kënaqësi. E kundërta, ku shumica njerëzve e lexojnë po jo me këtë qasje, jo me këtë ndjenjë. Andaj ata e lexojnë thjesht në formë mekanizëm edhe pastaj nuk i lën gjurma e mos flasmen, nuk reflekton fare në jetën e përditshme. Megjithatë, pyetja është, edhe nëse e lexon formë mekanike, a ka sevape muslimani? Po, nuk ka dyshim. Nuk ka dyshim, edhe nëse e lexon në formë kështu figurative, mekanike, e pet ka. Se të paktën është duke e motivuar këta për ta lexuar këtë librin e Allahut. Shumë ka që s'lexojnë hiç, as mekanike, as Ashtu. medituese. Ashtu. Kjo është ai niveli i parë që i themi, do mos kuptova po nuk kuptove, duhesh trëndësh nga se gjuha arabisht është gjuha origjinale e Kuranit. Sikurse gjuha këto që janë rrjetet sociale, po nuk e ditë gjuhën angleze. Dhe nëse nuk e kupton, po duhet paktën disa nocione, disa terma me të cilësh kyçesh në botën e rrjeteve sociale. Për ashtu pyetjes nga se shejtani mundet me ardhë njeriu dhe më i thonë, "Ej, ti nuk je të kuptu, ka ti tu lexu Kur'an, më mirë mos lexo." Jo. Edhe nëse i vjen këto kompleksa, po këto cytja, po këto vezvese, do t'i thotë vetës vetë, ja, këto e nga shejtani, nuk do të vazhdoj, po të njëjtën kohë nuk e heqin nga mendja ime se në të ardhmen e afërt apo të largët do të mundon atë paktën edhe ta kuptoj përkthimin. Nëse nuk mund ta mësoj në gjuhën arabishte, të paktën elhamdulillah do e marr Kur'anin me përkthimin në gjuhën shqipe. Momentet që lexoj faqen e parë në gjuhën arabishte, paralel do e lexoj dhe përkthimin e asaj faqe në gjuhën shqipe.